kemi një sër aktivitetesh, jo vetëm me festën e madhe që do të bëhet nuk po e them datën sepse nuk është mirë e vendosur akoma. Do të kemi datën e keni në 12 qershor, festën nuk e di kur do ta bëjmë. Fest, besoj në të gjitha qarqet do ketë një fest. Sepse të gjitha qytetet kanë dhënë kontributin e tyre dhe jo vetëm kaq, por do të ketë vlerësime për të gjithë kontributorët në vite të Partisë Socialiste. Duke filluar që nga viti 91 edhe deri më sot. Jo vetëm ata që kanë pasur funksione politike, por çdo njeri qoftë ata njerëz të thjeshtë me funksione të vogla. Po mendoj çdo gjë në detaj, megjithatë dua ta lë surprizë, besoj që Vlora do ketë festën më të bukur, duke qenë se ka dhe atë ndjeshmërinë pak më të madhe për sa i përket partisë. Këtë gjë nuk di ta them të sigurt në këtë moment, sepse ne jemi akoma duke u organizuar të gjithë, domethënë duke filluar nga drejtuesi politik, të gjithë deputetët, gjithë ata që kanë funksione në të gjithë qarkun, jo vetëm në Vlorë, po bëjmë një organizim shumë të detajuar për të vlerësuar çdo njeri. Absolutisht çdo njeri. Duam të tregojmë shumë të kujdesshëm që nga se tash mund të jenë njerëz që nuk kanë pasur poste politike, por janë kontributorë që ne njohim me emra në qytet në çdo fushat të bërë të Partisë Socialiste. Unë kam kontakte patjetër nga imat me shumë socialistë vjetër në Vlorë. Një pjesë fatkeqësisht edhe nuk jetojnë më. Por ata janë kontribues edhe sot. Pra ata që kanë qenë vazhdojnë të jenë pjesë stoikisht e partisë, sepse duke qenë se kanë qenë pjesë në ato vitet e vështira, nuk është se tani në këto vite nuk do jenë pjesë. Dua ta theksoj që nuk do vlerësojnë vetëm ata që janë kontributorë në vite, por edhe ata që kanë kontribuar së fundi. Pra të gjithë do vlerësojnë për çdo kontribut të tyre të dhënë në Partinë Socialiste. Partia Socialiste është partia më e madhe dhe patjetër që ka vend për të gjithë. Imat ka qenë ndër themeluesit e Partisë Socialiste, dhe ata njerëzit e thjeshtë që themeluan Partinë Socialiste në Vlorë aso kohë. Shtëpia jonë në vite ka qenë një seli e Partisë Socialiste, ku kanë ardhur figura me emër dhe qoftë edhe drejtues të partisë që vinin nga Tirana, të Partisë Socialiste që vinin nga Tirana, dhe patjetër që sot unë ndodhem midis atyre që kanë pasur shumë vlerësim, që i kanë parë me adhurim, kam qenë shumë e vogël aso kohë, atyre që janë të vjetër sot, për të cilit kam po shumë vlerësim dhe respekt, i kam ndjekur gjithmonë, se kam adhuruar realisht politikën, kam mësuar patjetër prej tyre, sot që i kam si koleg është një tjetër ndjesi, por sërish ndjenja e respektit është shumë e fortë. Kur ti takon figura si Erion Braça i pari patjetër, Fatmi Xhafa me gjithë kontributet që ka dhënë, Taulant Balla që është drejtues i grupit parlamentar dhe mënyrën se si ai e drejton grupin edhe sot me orë të tëra maraton pa u larguar në asnjë moment nga sala e parlamentit. Domethënë ka Blendi Klosin e kam pasur drejtues politik, kam mësuar mënyrën e qetë të komunikuarit nga ai, Damian Gjiknuri pashtu drejtues politik. Të gjithë këta njerëz, Blendi Çuçin, për gjithë qytetarin që ka treguar në fushatën e fundit dhe mbi të gjitha se të bësh fushatën Vlorë nuk është e thjeshtë. Dhe në fakt Blendi Çuçi ka treguar si drejtues politik gjithë qytetarin me ne. Nga të gjitha njerëz kam mësuar shumë. Ndoshta pra gabim që përmenda emra, por kam respekt për të gjithë patjetër. E kam nisur rrugtimin tim në fakt në politik që 16 vjeç, që do të thotë shumë vite më përpara, ndoshta nga 2009, dhe megjithatë nuk ishte kjo piknisja e një rrugtimi apo të kuptoja unë nga politika, jo se unë kuptoj gjithçka nga politika sepse ti mëson, edhe sot jam duke mësuar patjetër, por unë vi nga një rrugtim të bërë së pari nga familja ime. Imat ka qenë themeluesit e Partisë Socialiste në 12 firmetarët e parë në qytetin e Vlorës. Kjo më bëri mua që dhe gjithë familjen që të merreshim aktivisht me politikë.
në familjen time nuk është folur në gjë më shumë, domethënë për diçka tjetër përveç se për politikë. Politika ka qenë gjithmonë kryefjala, unë njoh figurate vjetra dhe kam ecur gjithmonë duke parë ata, duke i parë ndonjëherë edhe si një figurë frymëzimi, sidomos kur kam qenë më e re. Nisi rrugtimi në Fresh 16 vjeç, për të pasuar më pas me kryetare organizate në rajonin ku unë isha. Kam qenë deri para pak muajsh, ku ne kryem këto zgjedhjet e reja, më pas kryetare e Këshillit Zonal një vit më parë, kam qenë pjesë e Këshillit Bashkiak, siç e thash. Të gjitha këto bën që unë të kisha një background disi në politikë. Para do them që unë e kam kërkuar këtë gjë. Pra nuk më erdhi me një propozim, nuk më tha Briseida, do vish ti je pjesë e listave. Unë kërkova me se s'bën, me do e mos të isha pjesë e listave, sepse mendoja që ishte ky momenti kyç për të qenë aty. Jo për të punuar si emër dhe për të lënë një emër si Briseida, po për të lënë një gjurmë dhe një punë të mirë për qytetin, për të bërë disa gjëra të mira. Por dhe në atë politikën e madhe. Atëherë unë e kam kërkuar nga drejtuesi politik, i cili patjetër më dha mbështetje, nuk ishte kaq e thjeshtë sepse kishte shumë njerëz që kërkonin, kishin kontributet e tyre dhe madje kishte njerëz që edhe mund të ishin pjesë e listës dhe ndoshta nuk ishin këtë herë, por mund të jenë herën tjetër. Patjetër që kam pasur edhe përkrajen më pas të kryeministrit. Besoj si të gjithë ata që ishin pjesë e listës, sepse çdo njeri që ishte pjesë e listës kishte një karakteristikë të veçantë dhe mbulonte një grup të veçantë. E para isha e re, që ishte një nga pikat kyçe. E dyta përfaqësoja socialistët 24 karat, po themi. Domethënë një nga gjërat që ka thënë drejtuesi politik shumë herë në fushat ishte që po i prezantoj atë që ka lindur socialiste. Betejë ishte e vështirë. Ishte vështirë, po konkuroje dhe po luftoje brenda partisë tënde, brenda familjes tënde, sepse ne kështu e quajmë veten, një familje madhe socialiste. Nuk u pa fushata nga të djathtët në asë edhe një moment, aq e fortë ishte brenda nesh. Ishte vështirë sepse po konkuroje me emra dhe po përballeshe me emra që kishin një peshë shumë më të madhe se sa jotja. Që do thotë njerëz që kishin vite aty, që kishin dhënë kontribute, njerëz që kishin pasur pozicione. Stepa, mendoj që lista ishte gjithë përfshirëse duke përfshirë nga njerëzit e thjeshtë tek ata që patjetër kishin kontribute dhe njerëzit kishin mundësi të zgjidhnin. Mua kjo gjë nuk më trëmbi, e dija që do më shpërblej gjithë kjo punë e bërë në kaq shumë vite. Dhe besoj që qytetarët e Vlorës ma dhanë këtë mundësi. Unë dola me atë tezën që ka ardhur koha për të rinjt. Ka ardhur koha për të rinjt me kontribute, të rinjt që kishin fushatat të tëra që punonin. Unë kam bërë fushatën për shumë emra që ishin pjesë e listës në vitet më përpara, kam mësuar prej tyre. Patjetër që kam mësuar dhe mësova që të bëja edhe fushatën time. Më mësoj shumë me mënyrën e përballjes edhe brenda po dhe me njerëzit. Njerëzit i mirëpritën emrat e rinj. Unë kam bërë atë fushatën derë më derë dhe çdo derë ka qenë hapur dhe ti kur troket në një derë nuk e di në fakt nëse do të hapi një i majt apo do të hapi një i djathtë. Kushdo që ka hapur derën, dhe në fakt çdo derë është hapur, sepse kur ti troket ne shqiptarët e kemi që e hapim derën. Më kanë mirëpritur shumë mirë, duke thënë shumë mirë, bravo vajzë e re, vazhdo luftose, do t'ja dalë. Shumë prej tyre më kanë thënë më njëherë që po, ne do të mbështesim, apo ka pas të tjerë që të vinin në atë sikletin që më thuaj disa arsye pse. Dhe ndaloja duke i renditur që ju keni nevojë për njerëz që janë nga Vlora, njerëz që kanë jetuar me vite të tëra në Vlorë, unë s'kam shkëputur kur nga qyteti im. Ju keni nevojë për ne, se ne i dim më mirë gjërat, ne që rrim këtu me ju. Nga njerëz që vinin nga politika, qoftë jepi unë vi nga një familje qytetare vlonjate dhe kjo gjë më ndihmoi shumë. Domethënë duke më njohur gjithë familjen, nuk vija në momentin që dëgjonin mbi emrin, e dinin nga po vija dhe kjo ishte një plus
tek unë ndoshta ndryshe nga të tjerë, prandaj them që gara ishte pa barabartë, po edhe pa drejtë në këto kontekste, por ishte për të gjithë, jo vetëm për mua. Se edhe unë mund të kisha një gjë plus që dikush tjetër nuk e kishte. Pra, kështu janë garat. Elektorati është i prirur ta pranojë të rënë, sepse në fakt është thënë gjithmonë që duam figura të reja, duam të rinj, ka ardhur koha të rinjve dhe u bë revolucion brenda Partisë Socialiste, dhe mund ta them me zë të lartë, dhe ishim ne që e bëm këtë gjë. Bëm këtë revolucionin dhe ja erdhën figura të reja, dolën nga listat e hapura dhe tregoi popullit, treguan qytetarët që në fakt i donin. Ajo ishte një fitore madhe që unë baja mbi supe për socialistët e palëkundur, për socialistët stoik që nuk u larguan kur nga Partia Socialiste, sado moment të vështira të ketë patur Partia Socialiste, për familjen time që kishte dhënë gjithë kontributet pavarësisht se nuk ka pasur asnjëherë privilegje. Ishte një emocion për mua si vajzë që e dola. Po mbi gjitha për gjithë qytetarët që thanë që vota janë nuk shkoi dëm, vajza shkoi në parlament, edhe tani e ke rrugën hapur, na ke neve për krah. Të futesh e brenda në parlament ishte një emocion, unë nuk kam si ta përshkruaj, domethënë, edhe ngarkesën dhe emocionin dhe të parit, pavarësisht se ne jemi takuar me figurat e vjetra gjithmonë, por të parit aty si të barabartë, tashmë si koleg. Ishte një emocion shumë i veçantë. Unë kam folur çdo seancë. Për seancën e parë që tash vetëm betohem, nga çdo seancë tjetër kam mbajtur fjalim, jam aktive në seanca, jam aktive në komisione, nuk kam munguar kur si qenë prezent, qoftë për aktualitetin, qoftë për projekt ligje, qoftë për problematika të zonës, apo edhe për debate. Nuk mund të ketë dasi sepse të dyja anët, qoftë ata të eksperiencës, edhe ne si rinik kemi një bashkëpunim shumë të mirë bashkë. Nuk kemi ardhur ne për të bërë këtë ndarjen që erdhëm ne tani dhe ju nuk keni më. Ne nuk kemi. Kanë ata këtë droje? Jo, unë nuk e kam ndjerë personalisht. Nuk ka një dasi të tillë. Kemi shumë për të mësuar nga ata, si edhe ata kanë për të mësuar nga të rinjt që janë pa këto burokracitë të thënit mendimin e tyre për të bërë atë analizën. I kam parë figurat që kanë eksperiencës, duhet të quaj të vjetër. Në fakt na i kanë hapur dyert, edhe janë ata që na motivojnë dhe na shtyn për të shkuar përpara. Unë kam shumë respekt për gjithë. Unë kam komunikim për aq sa ne jemi në komisione për të bërë debatet, për të diskutuar për projekt ligjet, edhe për atë mënyrë se si shpesh keq informohen qytetarët nga ana e opozitës, sepse në fundit ata këtë politikë do bëjnë, e këtë kanë zgjedhur, por kaq është një marrëdhënie më shumë profesionale. Besoj që edhe brenda Partisë Demokratike ka të rinj që duhet t'ju dhënë më shumë mundësi, sepse me sa shoh vetëm të vjetrit qëndrojnë në krye. Gjithkush ka të drejtën e para të gjykohet. Reforma në drejtësi është fitore e Partisë Socialiste dhe këtij grupi dhe ne kemi qenë gjithmonë mbrojtës të saj. Sa herë që drejtësia troket në dyert e krahut tjetër, janë ata që sulmojnë SPAK-un, që sulmojnë gjithë organet e drejtësisë. Jo më larg se dije doli kryetari i Partisë Demokratike dhe ç'nuk po thoshte. Ndërkohë që ne nuk e kemi bërë këtë, pavarësisht gjithë personave që mund të jenë në netim. Lëm drejtësinë të bëj punën e vet, secili mban përgjegjësi për atë që bën. Sfida jonë kryesore është patjetër
mbyllja e negociatave dhe antarësimi në Bashkimin Evropian. Sepse për neve ky nuk ishte një slogan elektoral dhe pavarësisht se u keq përdor në fakt në kohën e fushatës dhe nga ana tjetër u thash që këta e kanë këtë gjë, po e thonë për të bërë fushat, janë premtime elektorale, pastaj nga ana tjetër kur nisi ky mandat i ri qeverisës dolën në mbrojtje të kësaj gjëje, domethënë në kundërshti të herpashershme me vetveten. Shikoj një punë shumë të madhe që po bëhet jo vetëm nga grupi parlamentar, nga qeveria, nga të gjitha institucionet, pikërisht për këtë rrugën që ne kemi zgjedhur. Ky është një mision i të gjithëve bashkë. Ku është bashkuar edhe opozita së fundmi. Dhe kjo ishte një nga gjërat më të mira, po them, që nga momenti që ka nisur ky mandat në këto muaj, sepse tregojmë që kemi dhe frymën e bashkëpunimit në të mirën e qytetarëve dhe të Shqipërisë, pandasi. Shqipëria është e gjithëve. Turi punë të Shqipërisë, besoj, unë kam nisur që në fillim, do të thotë që jemi duke kryer këtë gjë në mënyrë të vazhdueshme, jo vetëm me strukturat, por mbi të gjitha me banorët, sipas zonave, sipas kërkesave, sepse janë dhe her pas here banorët që na kërkojnë të na takojnë, por punë të Shqipërisë në fakt është një fushat jo për të bërë propagandë, është një fushat për të dhënë edhe llogari, për të dëgjuar disa gjëra që ne mund t'i bëjmë më mirë, patjetër, sepse në fundit ne jemi këtu për të përcjellë zërin e qytetarëve, për të mirat të qyteteve si Vlora dhe për politikën e madhe. Besoj që kjo ishte një nga gjërat më të mira që kemi bërë kohët e fundit, përballja drejt për drejt me qytetarët në tryeza, ku ata mund të thonë gjërat, sepse në fundit jetojnë në qytet çdo ditë dhe dinë më mirë se çdo kush. Kam gjetur shumë bashkëpunim nga ministrat, patjetër, nga gjithë ata që drejtojnë institucione për çdo problematik të qytetarëve apo të Vlorës. Besoj që çdo deputet ka komunikim me kryeministrin për çdo gjë që ndodh apo që duhet bërë më mirë. Këto komunikime ne i kemi në fakt edhe në atë mbledhjen që bëjmë një herë në muaj dhe mblidhemi së bashku me qeverinë dhe grupin parlamentar për të diskutuar, për të thënë gjërat aty dhe shkojnë orë të tëra. Dhe besoj që është një nga gjërat më të mira që kemi bërë, sepse është një llogaridhënie nga të dyja anët, po dhe një përballje.